Mbrëmjen e djeshme Luizi është nisur drejt Bolzanos për të celur një super mbrëmje e cila do të jetë e paharrueshme për të dhe për të gjithë fansa e dashamires që kanë qenë live ditën e djeshme. Çdo gjë ishte kaq magjike. Dy i Luizit shijoi një performancë ku pa Luizin nuk do të kishte kur atmosfera të tilla. Ai është me fat që ka mbretin e muzikës gjithmonë në ekran me Luizin. Të gjithë duan të bashkëpunojnë e të jenë pjesë e muzikës së tij. Ai është vërtet një talent i lindur si për muzikë, ashtu edhe për aktor filmi. Gjithashtu kemi një surprizë të vogël që jo rrallë herë i ndodh, por shumë se mendoni bëhet fjalë pikërisht për fansat të cilët qajnë sa e takojnë në koncert. Ata e përqafojnë dhe bëjnë foto me të Luizi. Është një person shumë i dashur. Ai ka vuajtur me peripeci, por gjithmonë ka triumfuar ditën e djeshme. Ai është surprizuar nga një fanse e vogël e cila ka qare me të madhe sapo e ka takuar një emocion i saj u përcoll dhe të babait të cilët mbasi janë marrë në pyetje. Ata thanë se mezi e prisnin këtë ditë. Jemi shumë të gëzuar saqë as lotët nuk i ndalim pas ti me bie të qaj edhe unë qava me sa duket emocionet ishin të papërmbajtshme. Luizi gjithmonë tregohet i dashur dhe mikprites për fansat. Ai ngjit në skenë sidomos fëmijët e vegjël dhe moshat e treta të cilët i respekton me së shumti. Ai ka një thirrje për të gjithë që ndoqën live dhe ketu me ne. Ju dua pa masë faleminderit që jeni gjithmonë krah me Kiarës dhe Lunes. Pa ju nuk do të isha sot ketu ku jam me fat që ju kam me shumë dashuri. Luki me sa duket ati i ka prekur zemrën kaq dashuri sa i është përcjell dhe i ka mbetur në memorie dita e koncertit e cila ishte madhështore dhe super e bukur. Ai aty ka parë një super atmosferë ku nuk do të harroj kur me dashurinë që i përcolli publiku dhe masivitetin që ishte me pjesëmarrjen. Ne i urojmë të ketë jetë shëndet e plot suksese në karrierën e tij. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.